Ndodhi një dhunës në një prej qyteteve me dëmet më të mëdha për shkak të politikave në Shqipëri për gjatë viteve të fundit, ku duhet thënë se situata rion të mbetet ende kritikale. Rreshtet e dendura të shiut kanë përmbytur 10 rrugë dhe lagje të tëra duke bërë të vështirë lëvizjen e mjeteve dhe këmbësorëve. Uji ka depërtuar në qindra banesa, obore dhe biznese, ndërsa në disa zona niveli i tij ka arritur deri në 30 cm. Gjatë ditës së sotme, një grup banorësh të zonës së Ishkonetës kanë protestuar për shkak të përsëritjes së vazhdueshme të përmbytjeve dhe për të kërkuar ndihmë dhe dëmshpërbime nga shteti. Mos kam një akoma, po rritet për një gjajs në katë 2. Ja ujti ka veç. Ndikë zatë cëntim. Çdo pajisje, kufrin, gobliti, gjumi, të gjitha pajisjet janë jashtë funksionit. Po pastroj. Po pastroj e kam. Kur ta pastroj unë plak jam me një. Se pullet për shembull po mund të ushqi. Atë nuk mund të ushqi. Atë ngort. Sa kanë ngort? Një vaj. Se fluturone hinto atë boti morunde. Çat ju baj. Shifton, se si apo. Ta shivet, ja. Po për në kamë në tjere, kisha branda në zona jakë. Po në të shkosh e lomat e tjera të të tërfare me fjallë. Kjo është vetëm një lomë. Po të vishë të shkosh lomat e tjera me fjallë, dhe vere ka motor dhe U si dili nga shtëpia? Ja, me vitaj. Ja këtu, këtu në karota dhe dhe tjetë sabë dhe ja. Fëmijët i kam qërë në komshio të flejnë nga që këtu nuk kam kurse këtë ma shumë. Edhe me nusëm plej atje me fjallë, dyshiko është i njohë, po si me qatë vend, në imi të të rotërinë. Kjo është zdo vend. Autoritetet thonë se rreth 800 banesa janë përmbytur, ndërsa mbi 300 familja janë evakuar për arsye sigurie. Shumë prej tyre janë strehuar përkohësisht në ambiente të sigurta, ndërkohë që ekipet e emergjencave vijojnë punën në terren. Probleme serioze janë evidentuar edhe në infrastrukturë. Në disa zona janë ndërprerë furnizimi me energji elektrike dhe qarkullimi rrugor, ndërsa shkollat kanë pezulluar mësimin për shkak të rrezikut për nxënësit. Përveç Durrësit, Lezhë, Shkodra, Gjirokastra dhe Kuksi janë disa nga qytetet me dëmet më të mëdha nga përmbytjet e shirave të vitit të fundit.